anën për të pyetur a janë sot rrjetet sociale edhe një punë e mirëfillt apo ka një pjesë edhe komunikim mes atyre që quhen influencer dhe ata që janë fansa. Po, kjo është një pjesë e të dyjave mendoj unë, pra është edhe një pjesë komunikimi, por edhe një pjesë e punës. Pra, ky është ai aspekti pozitiv që unë e përmenda edhe më parë, pra që nëse ne e përdorim në këtë formë dhe në këtë mënyrë, ne mund t'i marrim më të mirën e mundshme këtyre rrjeteve sociale dhe teknologjisë në përgjithësi. Të rinjt, po se po, por edhe një moshë tjetër, një gjenerat tjetër që ndoshta i përdor dhe mund të gjenerojë dhe të ardhura nga kjo pjesë. Po, të jeni besoj dakord për këtë, sepse gjeneron të ardhura, apo jo? Po, patjetër. Unë e shikoj ndryshe, në fakt është një full-time job. Njerëzit thjesht bëjnë content edhe kaq, dhe paguhen, nuk ka nevojë të bëjnë një punë të dytë, dhe njoh shumë persona që e bëjnë këtë dhe kanë pagesa shumë të larta për këtë gjë dhe i del, në fund. I dalin llogarit, po e qartë, po. Je i kënaqur. Unë unë bëj edhe një punë të dytë, përveç rrjeteve sociale. Pra ti mundësinë që edhe të dy punësohesh, patjetër. Patjetër, po. Po ka dhe njerëz që e bëjnë for fun edhe për të shpërndarë informacione, por të gjithë janë addicted për të kapur sa më shumë bashkëpunime dhe të bëjnë sa më shumë lek. Dhe të arrin majat ndoshta, pra duke nisur nga zero, nga pa. Edhe të gjithë të kemë besim të vetja sepse një ditë do ndodhi. Patjetër që do ndodh, sidomos duke qenë vetvetja dhe duke ofruar patjetër një këndvështrim tjetër në rrjetet sociale, edhe për të qenë sinqert siç ti e the. Po nga ana tjetër ne përmendëm pak parë që nëse ty do të ishin celularin apo të rinjve në auditore, si shta Ana, do duke pak çuditshëm. Po nga ana tjetër në rrjetet sociale nuk janë vetëm të rinjt. Dhe brezi që ne i quajmë prindërve tan, tashmë është në rrjetet sociale, në fillim në Facebook, tani dhe në Instagram. Dhe më i keqi. Më rastis si në punën time që bëj dhe si në jetën time, domethënë në rrjetet sociale, brezi i mamit tim është shumë i keq. Domethënë ti mund të japësh një mendim, ama nuk bëre ti të japësh mendim me kush je ti. Domethënë flasin pak harbuçe dhe flasin shumë keq. Pra, ti thua se akoma nuk kanë mësuar se për çfarë janë rrjetet sociale, apo... Po, jo, thjesht kanë mendimin e tyre dhe thonë atë mendimin e tyre ashtu siç është pa filtra. Pa interesuar fare. Po, pastaj, është ky brezi më indikuar nga influenca, se nëse një i ri sot e kupton që një restorant po reklamohet dhe grupi marketingut po shfrytëzon gjithë influencerat. Nga mami im. Po. Mami im për shembull nuk mendon se ka të tjerë perfekt përveç meje dhe vllajt. Po. Dhe çdo lloj personi ti dalë në, pavarësisht se mami im nuk komenton se kam porositur ti s'do komentosh dhe pik, askund, çdo lloj mendimi që të kesh. Po për shembull, nëse mami im nuk do isha unë në rrjetet sociale, mami im mund të kishte lënë shumë komente, nuk e di zot më fal. Mund të kishte shar njerëz, mund të kishte, domethënë, atë amança janë këto, edhe videot me AI që krijohen, beba që kërcejnë gjëra të tilla, mami timi duke reale. Qartë. Pra ti thua se brezi që është pak në moshë më të madhe, thjesht duhen të kenë sa më shumë informacion, të informohen dhe të kenë pak më shumë kujdes. Dhe nuk e dallojnë atë që është në fakt marketing. Për shembull, një grup me influencer përdoren për qëllime marketingu, për të reklamuar një shërbim të caktuar, një restorant, një produkt ose diçka. Brezi i prindërve tan është më i prirur ta besoj. Buka këtyre ka për çaj merrni këto. Tipik koment mamash. Okej. Mendon se brezi i prindërve tan janë më pa filter për të kuptuar atë që është marketing nëpërmjet influencerave, apo nuk ndikojnë dhe nuk duan t'ia